Konferenca vjetore e Organizata Botërore e Mbikëqyrësve të Sigurimeve ka bërë mbledhjen më të madhe të mbikëqyrësve të sigurimeve dhe është zhvilluar për herë të parë në rajonin e Ballkanit në kryeqytetin tonë në Tiranë. Teksa mori pjesë në konferencën vjetore të Organizatës Botërore të Mbikëqyrësve të Sigurimeve, që zhvillohet në Tiranë, kreu i qeverisë theksoi se është e nevojshme të ndërtohet një fortifikim rezistencë. Duar një të ardhme të qëndrueshme, na duhet të përqafojmë një qasje tërësore ndaj rezistencës që merr në konsiderat morinë e sfidave me të cilat përballen familjet, bizneset e kombet. Për ekonomitë më të vogla, pasojat e këtyre rreziqeve globale janë të amplifikuara. Ndërkohë që përballemi me të njëjtat kërcënime si vendet e mëdha, shpesh na mungon rezistenca financiare, forca institucionale dhe mbulimi i nevojshëm i sigurimeve që ti përballojmë ato. Vitet e fundit na kanë treguar se sa shpejt mund të trazojnë krizat ekonomikë tona, të ndikojnë vendet tona të punës, të sfidojnë shërbimet tona publike e të stresojnë komunitetet tona. Megjithatë, mes këtyre provave ka një mësim të fuqishëm. Ne mund të mos parashikojmë çdo katastrofë, por mund të fortifikohemi për të përballuar e për të rimëkëmbur. Duke u ndalur te Shqipëria, kreu i qeverisë theksoi se pavarësisht përpjekjeve për mbulimin më të mirë për sigurime, ende shumë familje dhe biznese të vogla mbeten pa mbrojtjen e nevojshme, duke i edukuar qytetarët në dije financiare. Ai shtoi se do i ndihmojnë qytetarët të shohin sigurimet si pjesë së ardhmes së tyre. Dëmi i katastrofave të tilla si përmbytjet, zjarret e tërmetet mund të fshihin vite e punët mundimshme, duke i lënë ata të pambrojtur të vuajnë më gjatë e të investojnë shumë më pak në të ardhmet e tyre. Rruga përpara është e qartë. Na duhet të zgjerojmë rrjetet tona të sigurisë për të përfshirë më shumë individ, sektor e lloje rreziqesh, e të sigurohemi që këto zgjidhje të jenë të mundshme për të marrë nga gjithkush. Po, natyrisht, aq sa është e qartë, po aq është më e lehtë kjo rrugë për të thënë e për të parë se sa për të ndërtuar. Po ndërkohë ana e pozitive e kësaj tabloje të zymt është që ka zgjidhje që po dalin. Platformat digjitale po na fuqizojnë që të zgjerojmë shtrirjen tonë, sidomos te komunitetet e nënshërbyera me një fraksion të kostos së mëparshme. Evoluimi i vazhdueshëm digital që po kalojmë synon të krijojë tregje më efikase, më të aksesueshme për sigurimet. Edukimi i qytetarëve tanë për me dije financiare do t'i ndihmojë që t'i shohin sigurimet si një pjesë thelbësore e jetës tyre dhe si një investim në të ardhmet e tyre. Strategjitë novatore të sigurimeve ofrojnë premtimin e rezistencës për të gjithë. Nisma si mikrosigurimet mund të ndihmojnë me zgjerimin e mbulimit për të përfshirë bizneset e vogla dhe individët me të ardhurat të ulta, duke lidhur ngushtë sigurinë shoqërore me zgjidhjet e orientuara nga tregu. Sipas kryeministrit Rama, modernizimi i mbikëqyrjes së sigurimeve në Shqipëri dhe harmonizimi gradual në standardet e Bashkimit Evropian ka shënuar një hap të rëndësishëm drejt një sistemi më të sigurt dhe më të integruar financiar.